Ja ju e nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O jo njerëz, jo jeni të nevojshëm, e vërtet, jo jeni të varfër, vetëm për Zotin tuaj. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ka thënë Allahu azza wa jall, është vetëm Allahu i pasur. Fjala huwa është për emër që i dedikohet, që i atribuohet vetëm Zotit tanë. A gjete të qelsin dhe adresën ku duesh mi trokit dirë? A gjete adresën që ka mundësi Allahu azza wa jall të shlonë zriskin tanë? Thotë Allahu në Kur'ani Kerim, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilej. Dho ju bani stikfar për mëkatet gjunat, se mëkatet dhe gjunat janë shkaktare që ja humbin begatin Allah, ja humbin mirësit e Allah. Çdo bela, çdo fatkeqësi që bjen një popull me një vend, ti nësa rezultat i gjunave të tjera, që thonë të Ali ibn Abi Talib nuk ka zbrit me një popull një fatkeqësi vetëm për shkak mëkateve dhe gjunave të